E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, sonte për të ndarë me ju një rrëfim tepër të dhimbshëm. Këtë rrëfim e ka shkruar një nën, një zonjë, e cila tregon tmerrin që po kalon në jetë me vajzën e saj. Do të thoni si po kalon tmerrin në jetë me vajzën e saj. Bashkëshorti i saj, i ndikuar nga halla, domethënë nga bija e shtëpisë, nuk e pranon të bijën e vet në shtëpi, domethënë vajzën e tij, zotëria, babai nuk e pranon vajzën e vet në shtëpi, ndikuar nga motra e vet nga halla e shtëpisë, sepse vajza është martuar me një djalë i cili është 15 vite më i madh se ajo dhe ka ndikuar në nderin, në imazhin, në embrin e familjes. Dhe kjo familje këtë gjë nuk e falën dot dhe kjo nën është me lot në sy. Nuk e di se çfarë të bën. Unë jam një nën që sot po flas me një dhimbje që nuk më lë të marr frymën fare. Ndoshta shumë njerëz do të më gjykojnë. Ndoshta disa do të më kuptojnë. Por unë nuk kam më forcën të mbaj këtë histori e vetme, apo të mbaj këtë histori brenda vetes. Është historia e vajzës time. Vajzës që e rita me aq mund, me aq dashuri, dhe sot nuk di më si ta ndihmoj ti me bi. Vajza ime ishte gjithmonë një fëmijë qetë. Që e vogël, ajo kishte një zemër shumë të butë dhe shumë ëndra për jetën e saj. E shikoja shpesh duke folur për të ardhmen, për një familje të bukur, për një burr që do ta donte dhe do ta respektonte. Si çdo nën, unë lutesha që ajo të gjente një njeri të mirë. Një burr që bijën time ta mbante në pëllëmbët të dorës. Por jeta ndonjëherë merr kthesa që ti nuk i pret. Kur vajza ime ishte ende shumë e re, ajo u njoh me një burr që ishte 15 vite më i madh se ajo. Në fillim unë u trondita. Mendova se ishte thjesht një njohje kalimtare. Një histori që do të mbaronte shpejt. Por me kalimin e muajve, e kuptova se gjërat po bëheshin tepër serioze. Ai burr dukej tepër i sjellshëm, i qetë, fliste edhe bukur. Vajza ime më thoshte gjithmonë, mos u shqetëso mami, ai më respekton edhe më do shumë. Por si nën, zemra ime ishte e ndarë në dysh. Një pjesë donte që ta ndalonte. Ti thoshte që ishte shumë e re për një burr kaq më të madh. Por pjesa tjetër mendonte se ndoshta mosha nuk është gjithçka. Ndoshta dashuria mund të funksionojë. Pas një kohe ata vendosën që të martoheshin. Dasma u bë, njerëzit erdhën, të gjithë na uruan, por unë brenda vetes kisha një ndjesi tepër të çuditshme. Një ndjenjë që nuk më linte të qetë. Problemi i vërtet filloi pas martesës. Babai i vajzës time nuk e pranoi kur këtë martesë. Ai ishte gjithmonë kundër, thoshte se vajza ishte manipuluar, se ai burr ishte shumë i madh dhe nuk kishte zgjedhjen e duhur. Por nuk ishte vetëm babai. Halla e vajzës, motra e burrit tim, filloi të ndikojë shumë tek ai. Ajo vazhdimisht i mbushte mendjen se vajza kishte bërë një gabim të madh, se ishte turp për familjen, se nuk duhej pranuar më në shtëpi. Ndërsa unë përpiqesha që t'i qetësoja gjërat si nën. Shpesh i thoja burrit tim, është vajza jonë, edhe nëse ka bërë një zgjedhje që ne nuk e pëlqejmë, ajo mbetet gjaku ynë. Por çdo herë që flisja ai bëhej edhe më i ashpër. Dal nga dal, situata u bë e rëndë. Vajza ime filloi të vinte rrallë në shtëpi, sepse ndjente ftohtësinë e babait të saj.
Çdo vizitë përfundonte në heshtje të rëndë ose në debate shumë të forta. Edhe një ditë ndodhi diçka që mua ma theu krejtësisht zemrën. Vajza ime erdhi tek dera e shtëpisë, ishte duke qarë, syti kishte të fryrë dhe zëri i dridhej. Ajo kishte ardhur thjesht për të parë baban e saj dhe për të folur me të. Por ai nuk pranoi që ta takonte. Ai tha fjalë që nuk do t'i haroj kurrë. Letëria atje ku ka zgjedhur të jetoj. Në atë moment më duk sikur toka u hap nën këmbët e mia. Unë e pash vajzën time duke qëndruar në obor, me lot në sy e duke shpresuar që babai i saj të ndryshonte mendjen. Por ai nuk doli. Unë dola fshehur azi dhe përqafova. Ajo më tha vetëm një fjali që më ndjek edhe sot. Mami, pse babi më uren kaq shumë? Unë nuk dija çfarë t'i thosha. Sepse e vërteta është që babai i saj nuk e uren, por krenaria dhe ndikimi i njerëzve të tjerë kanë bërë zemrën e tij të fortë sigur. Sot kanë kaluar shumë vite dhe situata nuk ka ndryshuar shumë. Vajza ime jeton me burrin e saj. Ajo në thelb mundohej që të jetë e fortë, por unë e shoh në sytë e saj dhimbjen që nuk shuhet. Ajo nuk kërkon para, nuk kërkon ndihmë. Kërkon vetëm një gjë: ta ketë baban e saj përsëri. Ndërkohë Halla vazhdon të ndikoj tek burri im. Çdo herë që përmendet emri i vajzës, ajo shton edhe më shumë zjarr në këtë histori. Unë jam në mes. Nga njëra anë është vajza ime, mishi i zemrës sime. Nga ana tjetër është burri im, njeriu me të cilin kam ndërtuar jetën time. Dhe unë ndjem sikur po coptohem çdo ditë. Shpesh rizgjuar natën edhe mendoj, a kam bërë diçka gabim si nën? A duhet ta ndaloja vajzën që të martohej? A duhet të luftoja më shumë për të? Nuk e di, por një gjë sigurt e di. Asnjë nën nuk duhet ta shohë fëmijën e saj të përjashtuar nga familja. Sot po flas me shpresën që ndoshta dikush do ta dëgjonte këtë histori dhe do ta kuptojë sa e rëndësishme është falja. Se në fund të fundit jeta është më e shkurtër për të mbajtur zemrën të mbyllur. Dhe unë ende lutem çdo ditë për një mrekulli. Që një ditë dera e shtëpisë ta hapet përsëri për vajzën time dhe babai i saj ta përqafoj ti me bien si dikur më parë. Si atëherë thot nëna kur ishin të lumtur. Sepse pavarësisht çdo gabimi, çdo zgjedhje, ajo mbetet vajza jon. Tani unë dua të them që babai nuk duhet të mendoj që vajza ka bërë gabim. Nëse ai djalë respekton ç'rëndësi ka, më mirë të jetë me atë që e respekton se sa me ndonjë që ta shohë çdo ditë duke vuajtur.